ka ndodhur dhe çka është ndodhur me skuadrën e Trepçës? Po mirë thatë në hymje që Trepça në vitin 2023 ka qenë domethënë fituesi i kupës kundër Besës, atëherë ishte Besa shumë ekip e fuqishme në handbollin e Kosovës. Edhe në finalen e play-off-ve kemi taku me Besën, po ashtu edhe në Superkupo, edhe në garat evropiane kemi pas thuja rezultate mirë. Kështu që mas këtij viti, mas 2023 në sezonin domethënë në vjeshtor, të rjekën nga thuja të gjithë nga klubi. Ish kryetari Bujari Strefi në mungesë të sponsorëve të cilët në atë kohë kishëm sponsor edhe për kraj nga klubi basketbollit Trepça, kur dihet që klubi basketbollit Trepça është ka me sponsor thuja gjigant, ka një buxhet shumë të lartë, tu ke pa që në atë kohë para 4-5 vete ish klubi në krizë, pak marrë përsipër që të financojë edhe klubin e handbollit. Mbas të rjeqës sponsorën atë kohë ishte Vullneti dhe Lindriti Mesini, Stefaja dhe ky Lindrit Mesini. E pam që klubi hynëm në krizë, domethënë një krizë të thellë, por nuk u dorëzum se përkraja e DKRS-s ka vendi komunal në përkrajke. Domethënë në çdo sezon 2 vite të me një buxhet domethënë për neve i kapshëm, vitin domethënë para 2 vite ish buxheti domethënë për kraj për 30.000 euro nga komuna e Mitrovicës, kurse në vitin 2024 me 20.000. Për neve ishte mjaftueshëm për me mojt garet, për me ekzistue. Po për një rezultat më të lartë duke edhe sponsor tjerë. Thëmë të drejtën vetë Banka Ekonomike për vitin 2025 në ka përkra, kurse DKRS-ja Kovendi e Komunale Mitrovicës me